Këto janë improvizime. Për vlenin çfarë mendimi keni? Vlenin e kemi themelu ne bashkë me partitë tjera. A rrihet të mblen as rrihet të mblen? Po si s'rrihet mblen. Vito 10. Për shembull zotri Fetaj më thoshte atmosfera është toksike në Vlen, nuk rrihet. Është e padurueshme. Kemi edhe stenograme prej proces verbale prej mbledhjeve të kuvendit të kryesisë. Gjithashtu Azir Aliu ka qenë njeriu që më ka bë presion të jashtëzakonshëm për të bashkangjit BDI-s dhe për dalë prej Vlenit. Unë nuk mund të çfarë ndodhi tani? Mbas ju takuan me zotri Kurtin, vendosën që të jenë vetëm anti-BDI, të mundohen të kryen telashe në Aleancë për Shqiptarët. Për malë, që ka të komentoj, është qesharake, është për keqarri. Mu më dhimet kër e shok shtu Arben Taravarit, vjen shumë keq të ashton këtë halë, të shpif për mua, të shpif për Azir Aliun, të shpif për të gjithë shokët e ti, të cilët nuk kanë pranuar shkojnë në BDI. Ja kemi thonë edhe për ju, po mirë marrën çfarë pozicioni. Normal, ja kemi thonë, nuk vim BDI, struktura e Aleancës për shqiptarët nuk vjen BDI. Mu ka lutë, ka thonë, pasivizohë shok, lutëm, këthevë në Belgjik, lem të gaboj këto, të shkojmë me BDI në zgjedhjet lokale në tetor, që dorën ti je kryetari i Aleancës për shqiptarët. Arben Taravarit ka thonë i kanë thonë, atash, vllai jam, kanë thonë, mu kjo parti që shkon BDI nuk më duhet, mo për asnjë sen. Shkon BDI, unë nuk do të vi, do jem kundër kësaj pune dhe në ndërmarrë veprime, natyrisht, bas të rrethonave që do krijohen. Njëjti kanë thonë dhe shumë njerëz, deputet, 2 deputet kanë folë shumë qartë mbledhjet e kryesisë, kur thotë që Arben Fetaj ka thonë mbledhjet e kryesisë që atmosfera është toksike, nuk rrihet vlet, totalisht është e pavërtet, është gënjeshtër, e kulluar. Le ta nxjerr cilin do stenogram, unë madje mund t'i kërkoj stenogramat e atyre mbledhjeve nga sekretari teknik i partisë, i cili është rreshtuar me mua, dhe kjo vërtetohet fare lehtë. Është për keqardhje, është e dhimbshme të shohësh këtë lloj degradimi, këtë lloj transformimi të Arben Taravarit, i cili është i gatshëm të shpif çdo gjë për bashkëpunëtorët e tij më të afërt ndër vite, brenda subjektit, brenda qeverisjes. Azir Aliu ne kishte ministër qeverisjen paraprake, dhe Azir Aliu është një prej atyre që u rreshtuan të parët për të larguar nga qeveria e BDI-s dhe për të bërë koalicionin Vlen. Njëjtë kam qenë unë, njëjtë kanë qenë të gjithë këta njerëz. Ne jemi në rrugën tonë, jemi në vijën që kemi mbajtur vazhdimisht, që Aleanca për shqiptarët nuk guxon të shitet e BDI-ja, nuk bëhet paterice Ali Ahmeti. Ali Ahmeti, njëri të afërt të Vučićit. Ali Ahmeti i ka një paterica i ka. Boni pateric e Mickovskit, njerit të afërt të Vučićit. Në vazhdimsi e keni kritikuar qasjen e BDI-s për Open Balkan, Mickovski merr pjesë në Open Balkan. Ç'kam ju bëj ju në vlla? Atë përgjigjem tash e kreve, se s'po duhet të ndërhyj. Jo, më ndërhym, a dim pse ndërhym? Jo. Në rast se kom gabim t'lutem. Jo, gabim e ke, totalisht gabim e ke. Mirë, t'lutem, përmirëso. A ka marrë ndëgjom, kështu a ka marrë pjesë Mickovski në Open Balkans? Jo, s'ka pas mbledhje të Open Balkanit prej se ka fillu qeveria jo. Që ta është ta dokumentoj? Ajo është festivali verës ku ka promovu verën e Maqedonisë në Beograd e ke fjalët. S'ka lidhje ajo. Që ta është ta dokumentoj? Ajo është, do të thonë, promovimi produkteve vendore të Maqedonisë së Veriut në një ekspozit ku shitet verë në Beograd. Unë e shoh që Ballkani i hapur nuk ka mbajtur asnjë mbledhje prej se kemi filluar se nuk po e kërkoni shkarkimin e Ivan Stojkovicit. Unë e shoh Se nuk po e... Ti s'po mbledh përgjigjem në asnjë pyetje. Bore etiketime, cilësime. Unë po them për Open Balkans, unë thash, ç'është tash ta dokumentoj. Sekond se po kalon nga tema temë, ama nuk po mundem me shtjellu asnjë temë. Ti the tash Mickovski është njëri i afërt i Vučićit. Unë të përgjigjem me diçka tjetër. Unë them mbledhja e parë ndërqeveritare që e kemi bërë me një qeveri të një shteti të tretë, ka qenë me Republikën e Kosovës. Vizita e parë e Mickovskit jashtë vendit, aty ku ka qenë? As e din. Në Zagreb. A është Zagrebi shtet miqësor i Beogradit apo i Moskës? Se jam po mdoga. Mirë, Arben, veç duhesh me ditë pozicionin tënd. Po bën cilësime, po bën cilësime. Shumë unë po them që është njëri Vučićit dhe ta shpjegoj mandej. Ta shpjegoj më, ta shpjegoj. Po unë po flas me fakte. Mirë, po flas me fakte. Po them, Open Ballkani ka vdekur. Nuk ka mbledhje të Ballkanit hapur. Open Ballkani ka qenë projekt i përkrahur nga Bashkimi Demokratik për Integrim me ardhen tonë në pushtet. Edhe i Trumpit i
përkrahur edhe nga Trump, i përkrahur edhe nga Trump me datën 4 shtator të vitit 2020. Po flas për njerëz në rajon. Mora ty mos më kallzo. Unë po të kallzoj nga BDI edhe nga Trumpi. Po ti e lidhe vetëm me Vučićin tash me i Trumpit. Unë po them ky Mickovski Vučićit. Po jo, nuk është i Vučićit si është. Që Stojković shkon me tren me Dikun. Po, unë kam reagu publikisht, Arben Tarabani s'ka reagu. A e ke lyp shkarkimin? A e ke lyp shkarkimin e ti publikisht? Unë kam reagu publikisht. A e ke lyp shkarkimin? Jo, mos e kam kërku shkarkimin, jam distancu nga kjo